Pa të shqiponjën e flamurit e kanë marrë e kanë shkritur për skrap. Këtu e 30 vjetë ka 5 shkërdata që po e mbajnë peng këtë vënd. Pra ndaj detyrojnë e të qojnë ikin djemë tanë dhe vajzat tona në përbot. Ja morë këti vëndi, ja thithën palcën si palcë dvici. Ja plaçkitën që kishtë mbi tokja, betonizuan, ja shteruan të gjitha, qa do bëjnë ata, do ikin. Duan jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Duan jetë më të mirë për veten e tyre në ratë parë. Ndërsa ne këtu kemi gjenë vetëm në plesht, edhe të rinjë që nuk ikin dot, të rinjë pa shpres. Ata që rinjë nuk duan dhe bëjnë fëmijë se nuk ka shpres për të bërë fëmijë në këtë vend. Anje ka me ju, o bitë e Shqipërisë, dhe bia që keni iku në përbot. Ju që keni edhur 2 gurë mrapa e keni thënë të sëmës, se do iki për një jetë më të mirë për fëmijët e mi. Keni lëmë prindrit këtu. Keni lëmë plesht. E di, dërgoni në një kuotë mujore, kështu sa për të mbajtur frymën gjallë, por nuk mjafton kjo. Kanë lot ata, kanë mall. Ju kanë mjaltin e tyre, duan të shohin nipri që keni bërë jashtë të përbot. Kur do i shohin? Kur të vdesin do ja çonit e vari?